Votuesve të gjitha partive politike, edhe do të shohim, a do ta pranojnë deputetët një kërkesë legjitime që të zhvehet kjo gjykat. Çka ka të bëjë kërkesa, çka është kërkuar aty? Çka I kërkoni deputetëve? Na I kërkojmë deputetëve që në betim ta kenë se do të luftojnë për drejtat e veteranëve, të zhbejnë gjykatën, sepse ky kuvend, këta deputetë, jo të gjithë e kanë votuar këtë gjykatë, dhe kjo gjykatë duhet të jetë në mbikëqyrje në institucioneve të Kosovës e jo në këtë gjendje siç është tani. A mundi na I tregoni mua se Letrës nëse po. Se kanë nënshkruar kërkosh pse? Po këto po presim cili për merë dhe për nënshkruar. Përshëndetje komandant. Ai bëri fort. dal, ai fort, Çe ka bën? Nëse so unë di si nas rrej burkon pa realitet aty. Po, do. Se unë e mojë. Se të shpinë, se e di si I qështë I të... Se ja dhe këtë editorja ka mojë pak ma... Në pak që të sekundë, nështë ta këtë që në tyre dhe me ne, e shkatë të kështirë. Frenë që adhe këtë. Dish më tonë tjetër në nuk e marrën në rastin, po jemi dalën në emër qytetarëve si votues të gjithë, që të gjithë jemi ta në partive. Jemi dalë si kërkesë imediate të Shtetit të Amerikës, si manë ku tha, kjo që ka është vace, e shkujtja Amerika, jo mëna. Jemi dalë edhe si veteran, edhe si përrektor, po edhe si njerëz për të mirën se Kosovë, po mendojmë që ju u kemë të përfaqësu dhe do të na përfaqësoni densisht brenda mundësive. Kjo është faleminderit që atëherë që I lapc, që në nënshkrimi të qytu, Laks. emrin në shtatë. Laks. Faleminderit. Edhe ashtu, emrin mbi emrin në Po unë në nënshkruva, që foli këta, çka të menojnë ta dhonë që? Që kanë me morë me lezue me asilu, unë të asil, që është të mërë? Në mbi ermi, pa, të loshe, që është të mërë. Urime. Shëndet është mirë dhe ju në punëmarë. Ibrahima I do të zoni këtë, apo do të kërkoni edhe në salë këtë që e thamë, sa të zotë Maroshi Marita, do duaj deputet të lexojnë edhe të kërkojnë, nuk arrive një gjithë formulimi ndryshëm për asaj që kupton në fushat, po gjatë gjithë fushat është stafën tonë. E do të thoni edhe në salë? Sigurisht, kur t'i bjerova, po. Faleminderit. Urimin e tyre. Keni informacione se ka marrëveshje mes deputet Limaj dhe lëvizjet e vendosur? Alat konfirmojnë zyrtarisht si duhet nuk ka, po të shohim tash. Në instanca se nas pak në ndavdia. Po në rast se nuk do të ketë koalicion atë që proceduralisht shkon zero. Do të votoni raportet që të analizojmë? Jo, nuk do ta votojmë derisa nuk ka drejtë që dhe jo objekte parlamentar të rëndë që qëmërisë. Përshëndetje komandant. Ai bëri fort. Dal, ai fort, Çe ka bën? Nëse so unë di si
Nas rejnë kur kënë pa realitet aty. Keni lapsh. Po, do. Se unë e mojë. Se e di si i sheshi të... Që ja dhe këtë editorja ka vojnë pak ma... Në fakt, 2 sekundë, nështë ta këtë që të tyre dhe me ne, shka të dukti. Prem që dhe këtë. Ne si qytetarë Kosovë, si votues të ju në përgjithësi në parlament, edhe si kërkesë mediate që më në fund edhe Amerika po thotë që me një gjykatë o ka bot abuzim, dhe si betim që e keni edhe natë betimin ju që të mësot se do t'i përfaqësoni qytetarë lehtësisht ku do që janë dhe me obligim kushtetues. Nuk ka thonë na nënshkruni shtatë pakën dhe të bëni ato edhe pse ne nuk dyshojmë që s'do ta bëni, por sot pak a shumë ta bëjmë edhe pak më në mënyrë oficiale nuk do të bëjmë. Ja, pa laf, na nuk janë në kohë. Mos të sidomos kam shka. Ja. Besoj që Si qytetarë të Republikës Kosovës, natyrisht kemi edhe një kërkesë që rreth gjykatës speciale që kuvendi ka miratu, sepse edhe Amerika po thotë që atje po abuzohet me të drejtat dhe lirit themelore të njerëzit ndaj patriotëve tonë. Prandaj kemi obligim që t'i përfaqësoni interesat e secilit qytetar të Republikës Kosovës, në këtë rast edhe atyre që i kemi në hap. Mund ta lexoni më vonë, nëse është një të arsyeshme me nënshkru, ose mund pasi ta lexoni, ta analizoni, s'ka problem. Faleminderit shumë. Nuk ndryshon asgjë qëndrimi, praktikisht ajo kërkesë kushtetuese. Faleminderit shumë. Jam të luftës si votues të secilit subjekt politik. Kemi dalë që sporit ja urojmë detyrën secilit deputet të cilët të Republikës Kosovës dhe njëkohësisht kemi kërkesë që këta deputet duhet t'i përfaqësojnë interesat e secilit qytetar të Kosovës. Në këtë rast, ne si veterantë luftës, si votues të tyre kemi dalë që ta shprehim një qetësim dhe kërkojmë nga deputetët që bën diçka në drejtimin e gjykatës speciale, sepse ky kuvend e ka miratu dhe ky kuvend duhet bëj më shumë diçka rreth mbikëqyrjes së kësaj gjykate, se edhe vetë Amerika ka thonë që atje po abuzohet me drejtat e lirit e njeriut të qytetarëve që i kemi atje, sepse vazhdimisht atyre janë të kohëshkil. Dhe secili deputet e ka për obligim në radhë por t'i mbrojë vlerat e luftës së UÇK-s, po e ka për obligim po ashtu t'i përfaqësoj dhe mbrojë interesat e secilit qytetar të Republikës së Kosovës. Nderon, a janë vota të propositë apo lodheni? Jo partiu, ai Zoti deputet. Urime këtë mandat, uroj të na dëni me një sukses në parlament, uroj që në emër të qytetarëve, edhe invalidëve të klubit, edhe veteranëve, edhe votues gjithë juve, komplet që kanë në parlament, ta merrni parasysh që kërkesat tona të paktën për një mbrojtje të qytetarëve të juaj, për një padrejtësi që edhe Shtetet e Bashkuara po thonë që është krijuar një organ drejtues që po abuzon të paktën me fond dhe është abuzues. Kisha lutur ta lexoni. Nëse mundeni edhe ta nënshkruni po se pajtoni. Prandaj patjetër se pa lexuar po na nënshkru po. Besoj që do të na përfaqësoni tani tash. Suksese. Do të mirë. Kemi arrit votat për talimin e fillimit të raportit për toshëm. kalofshi mirë. Të më lera në rrugën.